unë nuk mendoj që sot i thanë që ka pasur kontroll mbi njerëzit që kanë bërë akte të tilla. Së pari nuk është e qartë që dhuna ishte kryer nga UÇK-ja. Ju thoni se nuk besoni se do ishte e drejtë që sjelljen e keqe të tjerëve t'ja atribuoni Zotit Thaçi. A mund të thoni se çfarë keni dashur të thoni më tepër detaje në këtë deklaratë tuaj? Përgjigje, unë nuk mendoj që Zoti Thaçi ka pasur kontroll mbi njerëzit që kanë bërë akte të tilla. Së pari nuk është e qartë që dhuna ishte kryer nga UÇK-ja. Edhe po të ishte kështu, ajo ishte realizuar nga individ të caktuar. Unë kam folur me Mike Jackson në lidhur me këtë, dhe sigurisht thënë që ai ka folur me komandantët e tyre. Dhe ata kanë qenë në kontakte me personat të UÇK-s që lidheshin me zona të caktuara përgjegjësie. Unë nuk besoj që ka qenë UÇK-ja, po edhe po të ke qenë UÇK-ja, nuk kishte askush kontroll, nuk kishte mekanizëm kontrolli mbi atë çfarë ndodhte në terren. Nuk është se funksionon në gjë e tillë që ti jep urdhër dhe pastaj prisje që njerëzit ta zbatonin këtë urdhër. Ishte më tepër një rezistencë, njerëzit ishin në rezistencë për shkak se donin që të shpëtonin jetët e tyre. Nëse do shikojmë histori të ngjashme me pasoja të ngjashme si kjo, në fakt ka një volum të konsiderueshëm dokumentesh që lidhen me revolucionin amerikan. Po të shikosh atë çfarë ka ndodhur në revolucionin amerikan, ka të gjitha llojet e mundshme të veprimeve të ngjashme që janë akte pasioni kundër britanikëve në këtë rast, nga amerikanët. Do të thënë, nëse janë gjetur një situatë të ngjashme, do të thënë asgjë nuk ka ndodhur në mënyrë të organizuar, thjesht është një mënyrë reagimi i personave të caktuar. Unë personalisht nuk kam marrë asnjë informacion të tillë. Sigurisht ne donim që ta ndalonim këtë situatë. Më besoni mua se në qoftë se ne do kishim informacion që këto ishin akte të organizuar nga UÇK-ja, sigurisht do ishim siguruar që të punonim kundër këtyre veprimeve. Po ne këtë informacion nuk e kishim. UÇK-ja kuptonte qartë se ata nuk do të merren atë që morën në fakt, që ishte heqja e forcave serbe, po të mos ishte për NATO-n. Dhe ata nuk kishin asnjë mjet që të mbronin veten kundër presioneve të forcave serbe. Pra, ishte një rast shumë i qartë që motivi për ta ishte që të dëgjonte çfarë thoshte Kejfori dhe të bënin atë çfarë kërkonte Kejfori.